Abdullah bin Amr bin Asi ishte i ri, i zellshëm në çështjen e adhurimit, në çështjen e besimit. Mirë po jo i ekuilibruar. Megjithëse ishte i martuar, nuk kushtonte shumë kohë ndaj bashkëshortes. Mbante agjerim gjithë ditën, fale gjithë natën. Dhe babai i tij shqetësuar shkon tek profeti alayhis salatu selam. Për ta pyetur rreth gjendjes së Abdullah bin Amr bin Asit. Dhe i thotë, o i dërguar i Zotit, falet gjithë natën, mban agjerim çdo ditë. Prandaj këshilloi edhe e thret profeti alayhis salatu selam dhe i thotë, a kujton se unë nuk e di që ti mban agjerim çdo ditë dhe falesh çdo natë? Gjithë natën fal. Kjo thotë, është e pamundur, nuk mund ta vazhdosh këtë. Sepse edhe trupi ka të drejta mbi ty, edhe syu ka të drejta mbi ty, edhe të afërm familjarët kanë të drejta mbi ty. Prandaj i thotë që nëse do të marrësh agjerim, maj 3 ditë muajit. Ditët e bardha. E mira shumëzohet me 10, quhet sikur ke mbajtur gjithë muajin agjerim. Ai thotë, o dërguar i Zotit, mund të bëj më shumë. Nëse mund të bësh më shumë, atëherë mbaj 1 ditë agjerim, 2 ditë bëj pushim. O dërguar i Zotit, unë mund të bëj më shumë. Nëse mund të bësh më shumë, atëherë mbaj 1 ditë agjerim, 1 ditë bëj pushim. Agjerimi i Daudit alayhis salam. Dërguar i Zotit mund të bëj më shumë, jo më shumë se kaq, nuk bën. Dhe kur plaget Abdullah bin Amr bin As, e kishte të vështirë që 1 ditë ta mbante agjerim, 1 ditë mos e mbante. Mirë po kishte thënë fjalën dërguar i Zotit. Nuk mund ta thyente fjalën. Nuk mund ta thyente këtë premtim. Dhe thot me veten e vet. As sikur të kisha marr atë lehtësimin që më dhaj dërguar i Zotit në atë kohë.